Janë luajtur 4 ndeshjet e radhës në Kupën e Botës, ku pati jo pak surpriza. Katari mori pikën e parë historike në një botror pas barazimit dramatik 1-1 kundër Zvicrës. Zvicra kaloi e para nëpërsi me penalltinë e Embolo në minutën e 17 dhe në pjesën e dytë dominuan dhe krijuan shumë raste, por nuk arritën të mbyllin ndeshjen. Në minutën e 94 Katari na surprizoi të gjithë duke shënuar dhe ndar pikën me zviceranët. Pas kësaj ndeshje të gjitha skuadrat e grupit B kanë nga 1 pikë. Ndeshjet e radhës Zvicra përballet kundër Bosnjës, ndërsa Katari luan ndaj Kanadas. Para se të vazhdojmë me ndeshjet e tjera, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona që i kushtojnë Kupës së Botës. Brazili dhe Maroku ndan pikët pas barazimit 1-1 në ndeshjen hapëse të grupit C. Ndeshja nisi me intensitet të lartë ku Maroku kaloi i pari në avantazh në minutën e 21 ku Brahim Diaz dha një pasim perfekt për Ismail Saibari, i cili mposhti mbrojtjen braziliane dhe Alisson. Brazili reagoi shpejt dhe në minutën e 32 Vinicius Junior riktheu baraspeshën me një goditje të fuqishme. Pjesa tjetër e ndeshjes u luajt me ritëm të lartë, por asnjëra skuadër nuk arriti të gjejë golin fitores, duke mbyllur takimin në 1-1. Skocia u rikthye në Kupën e Botës pas 28 vitesh dhe siguri fitore 1-0 kundër Haitit. McGinn shënoi golin e vetëm të ndeshjes në pjesën e parë. Haiti reagoi në pjesën e dytë dhe krijoi disa raste, ndërsa Skocia ruajti avantazhin deri në minutat e fundit. Australia shkaktoi surprizën në grupin D duke mposhtur Turqinë me rezultatin 2-0. Irakunda shënoi në pjesën e parë me një aksion individual spektakolar, duke u bërë golashenuesi më i ri i Australisë në Kupën e Botës. Në vazhdim të ndeshjes Turqia dominoi lojën dhe krijoi shumë raste, por nuk arriti të shënonte. Në minutën e 75 Metcalf vulosi fitoren e Australisë duke shënuar. Kalojmë te ndeshjet e ditës së sotme dhe e nisim me Gjermaninë. Gjermania dhe Kuraqao përballen për herë të parë në histori në një ndeshje që sjell përballë 4 herë kampionët e botës me një kombëtare debutuese. Gjermania është në pjesëmarrjen e saj të 21, duke qenë një nga kombëtarët më të qëndrueshme në histori të turneut. Megjithatë, në 2 edicionet e fundit ka dështuar të kalojë grupin dhe ka humbur ndeshjen e parë në të dyja rastet. Kuraqao ka shkruar historinë duke u bërë shteti më i vogël i cili kualifikohet në Kupën e Botës. Në këtë ndeshje, Manuel Neuer mund të bëhet një nga 2 portierët e vetëm në histori me 5 botror. Holanda dhe Japonia takojnë për herë të dytë në historinë e Kupës së Botës pas fitores 1-0 të holandezëve në vitin 2010 me golin e Wesley Sneijder. Japonia nuk ka fituar asnjë ndeshje kundër Hollandës, duke regjistruar një barazim dhe 2 humbje. Holanda vjen në pjesëmarrjen e saj të 12 në botror dhe mbetet një nga kombëtarët më të forta pa trofe me 3 finale të humbura. Ata kanë një bilanc shumë të lartë fitoresh në histori dhe janë pranë golit të 100 në turne. Japonia luan botrorin e saj të 8 radhazi dhe vjen pas sukseseve të mëdha ndaj Gjermanisë dhe Spanjës në edicionet e kaluara, por ende nuk ka kaluar çerek finalet. Bregu i Fildish dhe Ekuadori përballen për herë të parë në Kupën e Botës. Bregu i Fildish nuk ka kaluar kur grupet në Kupën e Botës, por ka gjithmonë një herë të parë, sidomos pasi janë në një formë të mirë pa pësuar asnjë gol gjatë kualifikueseve. Nga ana tjetër, po ashtu dhe Ekuadori ka një mbrojtje solide, duke pësuar vetëm 5 gola. Suedia dhe Tunizia po ashtu përballen për herë të parë në Kupën e Botës. Suedia vjen në botrorin e 13 dhe të parin që nga viti 2018, duke pasur eksperiencë më të madhe në fazën e grupeve dhe shpesh duke kaluar më tej. Tunizia luan për të 7-ën e radhësit dhe vjen me një mbrojtje solide, duke mos pësuar gol në kualifikueset. Si parashikoni rezultatet e 4 ndeshjeve? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.